Marrja e punëtorëve nga jashtë është zgjidhja që sektori i turizmit po aplikon për të mbushur boshlëkun në krahun e punës. Bizneset thonë se aplikimi i pagave përtej sezonit mund frenojë largimin e punonjësve në vendet fqinj. Një raport i fundit i Bankës së Shqipërisë vëren se qytetarët preferojnë ende të paguajnë me para kesh sesa me pagesa elektronike. Paraja jashtë bankave llogaritet në 42.9 miliard lek, 10.7% më shumë se një vit më parë. Qendrat e mëdha urbane dhe zonat e thella malore kanë më së shumti nevoja për mësues. Me hapjen e aplikimeve në portalin Mësues për Shqipërinë, në Ministrinë e Arsimit thonë se futen në sistem gati 1.000 persona në vit. Një kandidat për president u plagosë rënd gjatë një takimi me mbështetësit e tij në kryeqytetin Bogota të Kolumbisë. Ai u qellua me 7 pluma nga një minorem 15 vjeçar, i cili u arrestua nga policia. Motivet e krimit mbeten të paqarta. Kombëtarja u rikthye me njëherë para ditën e sotme në fushë ku nisi përgatitjet për ndeshjen ndaj Letonisë pas ditës skuadra udhtoi drejt Rigës. Aty ku të martën do të luajë takimin e radhës për kualifikuesit e botrorit. Tek Kuqezin do të mungojë kapiteni Gjimshiti. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Marrja e punëtorëve nga jashtë është një zgjidhje që sektori i turizmit në vendin tonë po aplikon në vitet e fundit për të mbushur boshlëkun e krahut punës. Nuk jam jashtë Shqipërisë, por ndodhem në një realitet të ri në vendin tonë, ku gjithnjë më shumë po na shërbejnë të huajt. Kjo si pasojë mungesës së fuqisë punëtore vendase. Elizabeth për një viti është shpërngulur nga Uganda e Afrikës në Durrës për të punuar në turizëm. Për të treguar sa më mikpritëse me klientët, ajo ashtu si edhe kolegë të tjerë të saj, siç është Ambrozi, kanë mësuar edhe disa fjalë në shqip. Minqesi, mimbroma. Ma se mirë, 1, 2, 3. Të huajt i gjejmë në një pjesë të mirë të pozicioneve të punës në hoteleri, turizëm, nga ato të pastrimit, shërbimit, kuzhinës deri në ato të kujdesit për veten. I live here. Unë punoj këtu prej një viti, herë si kamariere dhe herë si bartender. Erdha në Shqipëri sepse duja të gjeja vende të reja për të punuar dhe isha kurioze edhe për mikpritjen këtu. Më pëlqen shumë Shqipëria, mendoj se do të qëndroj dhe 2 apo 3 vite për të punuar. Zgjodha Shqipërinë sepse përpara se të vija kërkova në internet dhe lexova që është një vend turistik me plazhe të bukura, pikërisht ajo që po kërkoja. From Indonesia, from Bali. Unë jam nga Bali, nga Indonezia. Kam ardhur këtu para 3 vitesh sepse pash në internet që kishte vende të lira pune. Mirë, po të punosh në një vend me një kulturë krejt tjetër ka edhe sfida. Shqiptarët janë të mirë, por ka edhe pak konfuzion mes nesh sepse ti i thua një gjë dhe ata kuptojnë diçka tjetër dhe mërziten, por me kohën jemi kuptuar. Eksperti i turizmit Zakto Puzi thotë se një pjesë e mirë e bizneseve të mëdha zgjedhjen e kanë gjetur tek punësimi i të huajve, ndërsa bizneset e vogla mbeten në krizë. Ka një kosto më të lartë se sa punonjësit shqiptar, për vetëm në arsye që duhet t'ju sigurosh dhe ushqim, fjetje. Kostoja e një punonjësi tuaj shkon 800 deri në 1000 euro. Dhe kjo përbën një problem kryesisht për biznesin e vogël. Heqja e problemit të sezonalitetit të turizmit përmes pagesës së punonjësve edhe për të muajve të verës, si dhe kthimi i shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, shihen si zgjidhje. Kryesisht në Greqi, të Italinë e Jugut, ku pagat e tyre neto janë pak a shumë të krahasueshme me pagat në të cilat turizmi ka arritur nivelet e tanishme. Sipas shoqatës së hotelëri turizmit, çdo vit na mungojnë gati 15 deri në 20.000 punonjës në këtë sektor, ndërkohë në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive për periudhën janar-maj të këtij viti janë shpallur rreth 6.000 vende të lira pune në sektorin ekonomik, akomodim dhe shërbim ushqimor. Tani janë rreth 2.000 vende të lira punës. Ka një larmishmëri në fakt në vende të lira të punës të shpallura, ku kryesojnë ato me arsim të ulët apo të mesëm dhe përmendim kamarier, banakier, kuzhinier apo ndihmës kuzhinier, recepcionist, sanitar, punonjës shërbimi. Rajonet Vlorë, Tiranë, Durrës dhe Lezhë rezultojnë me numrin më të lartë të vendeve të lira të punës. Edhe pse jemi në fillim të qershorit, këtë fundjavë të gjitha hotelet në Durrës ishin të pronatuara.
Durrësi ka hyrë zyrtarisht në sezonin turistik me një fluks të konsiderueshëm pushuesesh që kanë mbërritur gjatë fundjavës së parë të qershorit. Temperaturat e larta dhe moti i qëndrueshëm kanë krijuar kushte perfekte për plazh dhe relaksim buzdetit. Pushuesit si vendas ashtu dhe të huaj vlerësojnë pastërtinë dhe përmirësimin e infrastrukturës, ndërsa shërbimet e ofruara në qytetin bregdetar kanë shënuar rritje. Unë jam nga Dibra. Si ju duken kushtet? Shumë mirë. Është hera e parë që vini në tur? Jo, më kam marrë dhe herë tjetër dhe më pëlqen shumë si vend. Është shumë mirë. Në krahasim me herët e tjera që ke ardhur, është më mirë? Këtë herë është më mirë, më pastër, më bukur, më qetë. Jetoj në Angli, po kam marrë me pushime ke motra. Mua më pëlqen gjithmonë Durrësi. Kam ardhur nga Gjermania, isha këtu vjet dhe më pëlqeu shumë dhe ai vendosa të rikthehem. Më pëlqen deti këtu, pastërtia dhe mendoj se do të vi më shpesh. Në këtë fundjavë, hotelerit në Durrës kanë arritur një nivel të lartë rezervimesh me mbi 90% të kapacitetit të mbushur. Operatorët turistik raportojnë se interesimi i pushuesve për Durrësin mbetet i lartë. Gazeta britanike The Times i ka kushtuar një reportazh të gjatë jugut të vendit tonë. Plazhet në Rivierën Shqiptare po bëhen gjithnjë më të populluara, por nëse shkoni më në brendësi të vendit, do të zbuloni fshatra të qetë, lumenj të egër dhe aventura të pazakonta. Kështu shkruhet në një artikull të botuar në të përditshmen britanike The Times nga Laura Sanders, e cila përjetoi një udhëtim fantastik 7 ditor në jug të Shqipërisë. Shqipëria rekomandohet si një eksperiencë unike nëse eksploron bregdetin e Qeparojt, Dërmiut, Borshit, Sarandës e Eksamilit, përpara se të zhytesh në brendësi të vendit. Shkrimi i përshkruan vendet e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Butrinti dhe Gjirokastra, ndërsa më pas grupi udhëtarëve ka shijuar ujvarat e fshehura, ka qëndruar në ferma anomale dhe ka bërë rafting në Vjos, një nga lumenjt e fundit të egër të Europës. Rrëfimi i gazetares britanike mbyllet në liçenin e Ohrit, ku qëndruan në fshatin e qetë të Linit dhe më pas përshkuan me biçiklet zonën e liçenit drejt Pogradecit. Një raport i fundit i Bankës së Shqipërisë vren se qytetarët shqiptar ende para pëlqejnë pagesën kesh sesa atë elektronike. Përdorimi i paras fizike në ekonominë shqiptare mbetet ende një fenomen bizotrues pavarësisht se mbart kosto të larta për ekonominë, qytetarët preferojnë të paguajnë përmes parave nga portofolët e tyre. Referuar raportit të Bankës së Shqipërisë për vitin 2024, shtimi i infrastrukturës për përdorimin e instrumentave elektronik të pagesave duket se nuk është reflektuar në rënien e përdorimit të keshit për transferta. Përgjatë vitit që lan pas, transaksionet me para fizike të kryera nga klientët në sportelet e bankave raportohen në rritje si në numër me 7.1%, ashtu dhe në vlerë me 10.1%. Se i takon vitit aktual, kjo sasi parash në fund të muajit prill arriti në 429.2 milion lek, ndonse me një rënje të lehtë prej 0.1% krahasuar me muajin paraardhës. Nëse këtë nivel qarkullimi do ta krahasojmë me muajin prill të vitit të kaluar, rezulton se paraja jashtë institucioneve financiare u rrit me 10.7%. Banka e Shqipërisë vlerëson se rritja e edukimit financiar për nxitjen e përdorimit të instrumentave sa më efikase dhe me kosto të ulta përbën një nga prioritetet e këtij institucioni. Pesë persona mes të cilëve 4 punonjës të policisë kufitare në Kapshticë përfunduan në pranga për një rast të trafikut të 6.1 kg heroine drejt Greqisë. Agjencia e mbikëqyrjes policore tha se 4 efektivët kanë shpërdoruar detyrën duke mos kryer kontrolle në mjetin e drejtuar nga Valmir Balliu, ku ishin fshehur lënda narkotike dhe municion luftarak. Përveç drogës në makinë u gjetën 256 fishek pistolete dhe 20 fishek arme gjau. Në 4 vite punë, SPAK ka marrë më shumë se 1.000 kallëzime nga qytetarët, partitë politike, policia dhe institucionet publike.
Qytetarët janë treguar interaktiv me SPAK që në nisje të punës së tij dhe jo vetëm duke dorëzuar kallëzime, por edhe duke kundërshtuar më pas në gjykatë në rast se kjo strukturë vendoste mos fillim hetimesh. Të dhënat zyrtare tregojnë se kulmin e kallëzimeve përkthyer nga prokuroria e posaçme si besueshmëri e ka arritur në vitin 2021 dhe 2024, ku peshën më të madhe kanë zënë qytetarët dhe subjektet, ndërsa institucionet publike më pak. Në 4 vite punë, prokuroria e posaçme priti 1094 kallëzime, më së shumti nga qytetar, por edhe subjekte, policia dhe institucione publike. Për mbi 600 raste është vendosur që të hetohen dhe për afro 400 hetuesit vendosën të mos nisin një procedim. Pjesa tjetër e kallëzimeve është dërguar për kompetencë në prokuroritë e rretheve. Në mesin e rasteve kur SPAK nuk ka gjetur vend për të nisur një hetim, kallëzuesit më së shumti qytetar dhe subjekte politike i kanë ankimuar vendimet në gjykatën e posaçme. GKK i tha të Vëklani një shkresë zyrtare se gjatë 4 viteve ka marrë në shqyrtim 310 ankime të bëra ndaj SPAK për mos fillimet e hetimeve dhe ka kthyer pas ose ka urdhëruar nisjen e hetimeve në 9 raste. Pjesa më e madhe e kallëzimeve vijnë nga qytetar apo subjekte që lidhen me veprat penale të korrupsionit. Ndërsa hetimet për krimin organizuar kanë nisur kryesisht nga vetë SPAK apo nga referimet e bëra nga policia, ndonse kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani tha gjatë raportimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë se referimet nga policia u përgjysmuan në vitin 2024. Një 31 vjeçar është plagosur me armë rreth orës 8 të mëngjesit sotëm në zonën e Alliasit në Tiranë. Ai është qelluar me armë pas një konflikti me fëmijën e tij për motive të dobta. Policia tha se autori është një 38 vjeçar i shpallur tashmë në kërkim. I plagosuri ndodhet në spital, por jashtë rrezikut për jetën. 5 zyrtar të Bashkisë Vlorës u referuan në prokurori nga policia për dyshimet se kanë shpërdoruar detyrën në rastin e zjarrit që përfshiu një ditë më parë fushën e mbetjeve në qytetin bregdetar. Sipas një njoftimi të policisë, drejtori i ndërmarrjes pastrimit, përgjithësi dhe 3 manovratorë të bordit kullimit kanë neglizhuar kryerjen e detyrës, duke mos marrë masa në kohë për shuarjen e zjarrit që solli ndotjet të mjedisit. Ishte vetë kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha që u kërkoi autoriteteve zbardhjen e ngjarjes. Një skem mashtruese që synon të vjedhjen e të dhënave bankare është blokuar nga autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike. Nën petkun e postës shqiptare, qytetarëve u dërgoi një mesazh ku i kërkoheshin të dhënat e adresës për dërgimin e postës dhe një pagesë që duhet kryej përmes një linku. Nëpërmjet këtij linku, autorët synonin të merrnin të dhënat bankare dhe sipas autoritetit kombëtar për sigurinë kibernetike, domeni i tij është dërguar për bllokim në AKEP. Qendrat e mëdha urbane dhe zonat e thella malore kanë më së shumti nevoja për mësues. Me hapjen e aplikimeve në portalin Mësues për Shqipërinë punësojnë gati 1000 persona në vit. Prej 2 qershorit janë hapur aplikimet në portalin Mësues për Shqipërinë. Qytetet e mëdha urbane dhe zonat e thella kanë kërkesat më të larta për mësues. Rezarta Alla, drejtore e Agjencisë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar, thotë se çdo vit përmes portalit Mësues për Shqipërinë, rreth 1000 persona bëhen pjesë e sistemit arsimor shqiptar. Aplikimi për portalin hapen çdo vit. Vlerësimi i dosjeve bëhet në mënyrë elektronike. Qytetet e mëdha kanë nevojë për mësues më shumë. Patjetër që lëvizja dhe adresimi do të jetë drejt tyre. Por që një vend mund të jeshtuar është edhe në zonat e thella, që të dërgojmë mësues të profileve përkatëse. I referojmë shifrës rreth 1000 pozicione të vitit kaluar dhe besoj që këto vit do të jenë shumë më shumë se sa kaq. Për shkak të zgjerimit të figurave të reja mbështetëse dhe atyre me licencim, në arsimin parauniversitar numri të punësuarve këtë vit pritet të jetë më i lartë. Numri nga vit në vit i mësuesve të cilat kemi me emrim definitiv me kontrat me afat të pacaktuar është rritur pasi të gjitha kemi prekur rolin e koordinatorit të cilësisë, rolin e koordinatorit të këshillimit të karrierës, të cilët kanë qenë një dorë shumë e fuqishme në krah të drejtorit të shkollës. Për të ruajtur meritokracinë dhe për të shmangur abuzimin, çdo procedurë do të jetë digjitale dhe kandidati mund ta verifikojë online dosjen e tij. Lista përfundimtare e mësuesve, të cilët do përfshihen në sistemin arsimor parauniversitar, do të shpallet në 1 shtator.
Një kandidat për president në Kolumbi u plagos rënd gjatë një takimi që ai pati me mbështetësit e tij në Bogota. El principal problema en Colombia. Ky filmim tregon momentin kur një kandidat për president të Kolumbisë qellohet me plumb në kokë gjatë një takimi me mbështetësit. El principal problema en Colombia. Salud mental. El principal problema en Colombia. Senatori Miguel Uribe, 39 vjeç, u qellua me pistolet gjatë një tubimi me rreth 250 mbështetës në një lagje në perëndim të kryeqytetit Bogota. Ky filmim i kamerave të sigurisë tregon momentin kur trupërohet e kandidatit plagosin në këmbë autorin e dyshuar, një 15 vjeçar të cilit ju vun prangat. Kandidati i qendrës së djathtë ndodhet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore pasi, siç duket edhe nga grafia, njëri nga plumbat i ka hyrë në pjesën e sipërme të kokës. Plag mori edhe në qafë. Në total u dëgjuan 7 të shtëna. Motivet e ngjarjes janë ende të paqarta. Presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro dënoi aktin, të cilin e konsideroi një sulm ndaj demokracisë. Uribe synon pjesëmarrje në garën presidenciale të 31 maj të vitit të ardhshëm. Ai është i biri një gazetare që u rrëmbye dhe u vra në 1991 në një periudhë trazirash në këtë vend. Në Bregdetin e Ranës së Hedhur në Shëngjin ka nisur edicioni i 6 i Unum Festival. Det, mal, muzik, të gjitha ofrohen këto ditë në Ranën e Hedhun, zona bregdetare në veri të vendit që është kthyer në qendër të festimeve. Janë të rinj që kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës dhe po shijojnë atmosferën elektrizuese në Shëngjin. Të gjithë marrin pjesë në festivalin ndërkombëtar të muzikës elektronike Unum, që këtë vit sjell 70 artistë me famë botërore, të cilët luajnë muzikën më të mirë. Rana Hedhun është kthyer në epicentër festimesh me performanca live të DJ-ve më të mirë botëror. Nuk kam shumë që kam ardhur, më rrita një ditë më parë këtu, por po kaloj mirë. Gjithçka është organizuar shumë mirë. Unë kam ardhur nga Turqia, ndjehemi impresionuar me Shqipërinë. Ndaj kam vendosur që të kaloj pushimet edhe vitin tjetër në vendin tuaj. Këtu është shumë bukur, deti, mali, atmosfera, organizimi gjithashtu është shumë i mirë, po kalojmë shumë këndshëm. Ky është edicioni i 6 i Unum Festival, që ka kthyer Shëngjinin në zonën bregdetare të pushtuar nga muzika elektronike. Shkojmë në Korçë, ku rrugët e qytetit u mbuluan nga karnavalet. Njëzë dhe 2 grupe vendase dhe 6 grupe nga Greqia, Malizi, Bullgaria dhe Polonia e kthyen çdo rrugë dhe shesh të Korçës në skenën për nga shpërthyer ngjyrat, ritmet dhe fabulat të cilat shpërfaqen traditës shekullore. Paradës të grupeve artistike ju bashkuan edhe qytetarët dhe vizitorët të fundjavës, të cilët u bën protagonistë të aktivitetit. Mbi 400 kostume, maska dhe element butaforik, plot fantazi, i dhanë Korçës një atmosferë të veçantë feste, e cila zgjati deri në mesnatë. Si gjithmonë karnavalet e Korçës sjellin gëzim, alegri, sigurisht edhe tematika, por shumë kostume, shumë maska, shumë performanca. Artistët nga Bullgaria dhe Greqia sollën në festival fabula interesante nga tradita e vendeve të tyre. Bulgarian traditional wedding and in the back with the bells. Kjo është një dasmë tradicionale bullgare. Ne kemi ardhur një grup këtu për të sjellë këtë rit. Vendosim këmbor për të larguar të keqen. We are coming from Greece. Ne vim nga Greqia dhe jemi ëngjëj të parajsës. Festivali i karnavaleve u mbyll me karnaval party në pazarin e vjetër. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj ju faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.